Sipas të dhënave të Drejtorisë së Doganave, në 4 muajt e parë të këtij viti, importi i veturave të përdorura është rritur në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa importi i veturave të reja është zvogëluar. Shifrat tregojnë se nga janari deri në fund të prillit të këtij viti janë importuar 24.023 vetura të përdorura nga jashtë, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i këtyre importeve ka qenë 18.328. Shikuar sipas muajve, marsi i këtij viti kryeson me blerjen e automjeteve të përdorura, me 8.375 automjete të importuara, pasuar nga 5.666 në muajin prill dhe një shifër e ngjashme në shkurt, pra 5.560, ndërsa janari ishte më i dobët me 4.422 vetura të përdorura të importuara. Në të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar, në janar janë importuar 3.367 automjete të përdorura, në shkurt 4.658, në mars 4.906, ndërsa në prill kjo shifër është rritur në 5.397. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Doganave, në 4 muajt e parë të këtij viti është shënuar rënje e numrit të veturave të reja të importuara në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Gjithsesi, nga janari deri në fund të prillit të këtij viti, në vend janë importuar 3.911 vetura të reja, që është 146 më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur u importuan 4.057 vetura të reja. Në janar të këtij viti, importi i veturave të reja ka nisur mbar dhe janë bler 735 vetura nga 583 në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, por shkurti i këtij viti ishte më i dobët me 1.035 vetura të reja të importuara, krahasuar me 1.164 në shkurt të vitit të kaluar. Në mars të këtij viti janë importuar 978 vetura të reja, krahasuar me 1.064 në mars të vitit të kaluar, ndërsa në prill të këtij viti qytetarët kanë bler 1.163 vetura të reja, ndërsa në prill të vitit të kaluar ky numër ka qenë 1.276.